Zakonisht shkurtohet pjesa e femurit, krahasisht shkurtohet edhe pjesa e tibjes. Po kuptohet që ka limitizime, plus nga ana shëndetësore në të ardhmen do të kenë defekte dhe probleme. Edhe probleme, pra nuk rezulton që t'jetë pa problem. Sepse muskujt tendinë çdo gjë tjetër shkëputet. Nuk shkurtohen gjatë kirurgjisë. Bëhet vetëm kirurgjia e kockës. Okej. Edhe ato lihen aty. Ato lihen aty dhe më vonë mund të kenë probleme goxha të rëndësishme. Dhe ndërkohë në jetën e përditshme, pra për të ndalur edhe tek praktike e përditshme që ju bëni, keni konstatuar raste për shembull që vjen goca ose djem që kanë problem çështjen e shtatlartësisë ose shtatshkurtësisë, le ta themi kështu. Po ka shumë të tillë, domethënë si ngjarje që e shohin si me ka ndoshta edhe sensibilizimi të shoqërisë, domethënë që i thotë edhe vetë prindrit ndonjëherë i thonë jo ti ke mbetur i shkurtër, jo ti ke mbetur i bërë shumë i gjatë, etj. Tani problemi është që gjatësia është gjenetike, është mënyrë jetese normale, nuk ka askush pse të merr me një gjë që për më tepër si normë ne nuk duhet ta ngacmojmë dhe nuk duhet ta ndryshojmë. Por a ekziston mundësia për shembull nëse që të vegjël fëmijët futen në kurse si basketbolli, volejbolli apo noti, a rrit kjo predispozitën për tu zgjatur, le të themi? Tani studimet thonë që jo. Jo. Studimet thonë që në realitet ne përcaktojmë grupin ku marrin pjesë në varësi të gjatësisë ose formën strukturore që shikojnë trajnerët. Pra një trajner shikon te një fëmijë që ai ka predispozim për t'u zgjatur dhe atëherë e përzgjedh për sporte siç janë basketbolli, volejbolli, atletika me kërcime të gjata me radhë. Dhe personat cilët duken që nuk janë një gjatësi të madhe, nuk do bëjnë një gjatësi të madhe, i fusin tek fusha tjetër që janë për shembull futbolli, sporte të cilat nuk kërkojnë një gjatësi të madhe për po. Hedh poshtë atë mitin të paktën të prindërve që zgjedhin siç tha dhe Bora për t'i dërguar fëmijët e tyre në basketboll, që ata të hedhin shtat, pra të kenë mundësi për të hedhur shtat. Normalisht sot logjika bazë për rritjen e gjatësi është ushqimi. Ne japim ushqim fëmijës, mundohemi të japim një ushqim sa më të gjerë nga ana vitaminoze, pa një ushqim sa më cilësor. Dhe fëmia në momentin që i vijnë mundësit nga ana hormonale, sepse ato janë përcaktuesit pra hormoni rritjes është ai që e përcakton gjatësinë, të ketë hapësirat mjaftueshme nga ana strukturore që të rritet. Pra, ideja është ti jep mundësinë, pastaj hormoni rritjes do bëj punën e vet, momentin e vet kur do të shpërthej në gjatësi. Kur është momenti që ne arrim të dallojmë trendin e rritjes së një fëmie që a mund të bëhet i gjatë apo jo? Po, trendi i rritjes. Në mënyrën se si ai rritet. E kuptoj, trendi i rritjes përgjithsisht dallohet shumë shpejt, domethënë diku rreth moshës 6-7 mujore fëmijë, domethënë ato që janë në pediatri e kuptojmë një fëmijë që ka predispozit për të zgjatur ose nuk ka predispozit për të bërë shumë i gjatë. Duket nga gjymtyrët? Duket nga forma e gjymtyrëve, forma e strukturës së kokës, forma e strukturës mushkrive, domethënë dallohet një individ, fëmijë i vogël që ka një predispozim për të zgjatur. Po ato janë në pjesën e pediatrisë. Një pediatër e dallon që ka një predispozim për të zgjatur. Në moshë më të madhe, diku rreth moshës 8-9 vjeç, ne përsëri e shohim. Por duhet kemi parasysh edhe gjë tjetër. Një fëmijë modifikohet në gjatësi edhe nga ana hormonale, edhe nga ana cilësisë ushqimeve. Po pra, ju e cekët pak më herët. Në fakt është bërë edhe problem nga vetë mjekët edhe nga ju patjetër, në kuptimin se sa ndikojnë hormonet tek zgjatja dhe tek kjo shtatlartësia. Përpara nuk ka pasur kaq fëmijë ose të rritur të gjatë. A ndikon kjo çështje e hormoneve? Ka një studim të bërë në vitin 64-65 në lidhje me ngjarjen që ndodhi me italianët në luftën e dytë botërore. Trupat amerikane që hyrën në Siçili ishin me prerardhje nga Siçilia, një pjesë e mirë e tyre, sepse ishin refugjat italianë të ikur në Amerikë. Kur erdhën ushtarët amerikanë që erdhën, pra pasardhësit italianë de facto, ishin gati 40 cm më gjatë se sa popullsia e Siçilisë. Dhe shkaku kryesor është që nga lloji ushqimeve që ata merrnin, pra kishin ushqime më shumë në sasi dhe në cilësi në krahasim me siçilianët, të cilët ishin popullsi e varfër ngjashme me popullsinë tonë. Po, shqiptarë vërtet. Dhe ata kishin marrë gjatësi shumë më të madhe fëmijët, pra niprat de facto në moshë, kishin gjatësi shumë më të madhe se sa popullsia italiane me të njëjtin gen. Shkaku është se qofse ti ke nga ana ushqimore mjaftueshëm ushqime për të pasur kapacitete në momentin që trupi do të rritet,
Kanë një produkt që ndikon më shumë se sa të tjerët, për shembull? Nëse mundet. Ka ushqime të cilat kanë edhe një problem tjetër këtu sot në këtë moment në botë, jo vetëm tek ne, që janë ushqime të cilët kanë dhe produkte specifike siç është hormoni i rritjes të përdorura në to. Hormoni i rritjes, po. Hormoni i rritjes përdoret shumë tek gjedhët, tek lopët, gjitha format e mishit, sidomos ato që shiten me çmime të ulta, kanë shumë hormon rritje. Shkaku është se hormoni i rritjes bën zmadhimin e masës së muskulit. Pra, një lopë e cila do peshonte x kile me hormon e rritjes shtesë shumëzohet me 2. Wow. Dhe duke pasur këtë masë të madhe muskulare, shet dhe fiton më shumë të ardhur ai që sigurisht se duket problemi është që ky hormon tani duket sikur viçi është lopë, tani nuk po merret vesh më. Hormoni i rritjes që ka të përfshirë në këtë lloj loje për ta bërë më të madh, si mish, se dy janë ose testosteroni ose hormoni i rritjes që përdoren, kanë efekte anësore të rëndësishme tek ata që konsumojnë ushqimin. Është një ushqim jo cilësor dhe shkakton pastaj në të ardhmen rritjet parakoshme të individëve. Sidomos to që hanë ushqime të cilat nuk janë shumë cilësore, këto fast food-ët, këto kanë një pjesë të produktit që është e bazuar me hormone. Dhe që janë fiks adoleshentët ose mosha para adoleshentës. Dhe kjo ndikon në rritjen gjatësi, e cila nuk përbën ai problem nga ana, le të themi, anatomike.